Raundi i parë i finaleve të play-offit në kategorinë e parë të basketbollit për femra është mbyllur me festën e flamurtarit. Bregdetaret fituan kundër Tiranës me rezultatin 68-53 në finalen e parë që u zhvillua pikërisht mbrëmjen e dieshme në qytetin e Vlorës. Të mbështetura nga publiku, vajzat e drejtuara nga Gim Dalipi e shfrytëzuan më së miri faktorin fush për të marrë avantazhin 1-0 në serinë e takimeve. Flamurtari e kontrolloi lojën nga fillimi deri në fund, ndërsa diferencën e bëri në pjesën e parë për të menaxhuar epërsi në fraksionin e dytë. Nëse do të flasim për periodat, ato u ndanë rezultatet 22-16 e para, 17-7 e dyta, në barazim 14-14 e treta dhe 15-16 perioda e katërt. Pas ndeshjes për televizionin 6+1 Vlora, drejtoria e klubit Shumë Sportësh Flamurtari Elona Sanaj u shpreh mjaft e kënaqur nga ky rezultat. U luftua shumë në mbrojtje. Shumë të sigurta në sulme me gabime të vogla, shkojmë të sigurt te ndeshja e dytë. Jemi me këmbë në tokë, kampionati s'ka mbaruar, duhet të fitojmë 3 ndeshje, kemi fituar vetëm të parën. Faleminderit të gjithëve që erdhën sot për të mbështetur ekipin e Flamurtarit. Edhe trajneri i Flamurtarit Agim Dalipi nuk ishte se si të fshehte kënaqësinë e tij për rezultatin në favor të Flamurtarit në këtë ndeshje të parë të finaleve. U bë një hap vendimtar për ndeshjet e play-offit me skuadrën e Tiranës. Kjo fitore na jep përveç se fituam, por na jep shumë moral, entuziazëm dhe në ndeshjen e dytë që kemi në Tiranë ditën e shtunë, besoj do jemi me këtë optimizëm, me këtë dëshirë, me këtë agresivitet dhe themi që edhe ndeshjen në Tiranë do të fitojmë. Neve kërkojmë ta mbyllim shumë shpejt këtë play-off, duke parë dhe gjendjen e skuadrës, që skuadra ka një gjendje shumë të mirë, sidomos entuziazmi i skuadrës sonë është shumë i madh dhe besim plot. Besoj që megjithatë duhet të qëndrojmë me këmbë në tokë, se nuk është mbyllur. Janë edhe play-offi ka këtë që është me 5 ndeshje dhe mund të marri edhe për ters, po neve jemi të fokusuar me këmbë në tokë që neve do të tentojmë që edhe ndeshjen në Tiranë ta fitojmë. Për televizionin 6+1 Vlora ka dhënë intervistë pas ndeshjes edhe trajnerja e Tiranës Mirza Alibegaj. Fitoi ekipi që luajti më mirë dhe ishte më mirë në fushë. Ne kemi një ekip i cili na mungojnë 2 lojtarët tona kryesore, janë të dëmtuara. Okej, munduam të jepnim maksimumin ton, nuk arritëm të fitonim. Patjetër që këto janë ndeshje të 2 ekipeve shumë të mira, do ketë humbje, do ketë fitore, do mundohemi për ndeshjen e dytë të japim maksimumin ton. Ndërkaq, më 18 prill do të jetë radha për finalin e dytë në kryeqytet, ndërsa ekipi që arrin numrin e 3 fitoreve shpallet edhe kampion. Flamurtari me këtë fitore të parë të arritur është në rrugën e dur për të arritur objektivin sezonal, shpalljen kampion në basketbol për femra.